perandori Bizantin, Herakliu, dëgjoi që tek arabët ka një lëvizje, po ai mendon të lëvizje vogël. Është një që ka dalë si pejgamber, quhet Muhammed, ka mbledh njerëzit, informacioni i dobët i erdhi atij. Dhe i tha, kthirja te kryekomandanti. Dhe i tha, ngreje një ushtri të madhe, shkoj deri atje në Medinë, vriti çfarë gjesh përpara dhe ktheu shpejt. Se stinte ai për çfarë bëi fjalë. Mendoi se fise arab shumë të pavlerë, se arabët në atë kohë s'kishin vetë se ishin fise, kurse dy perandoritë e mëdha ishin bizantët dhe persët. Dhe ky siç e bonte me fise me këto thiri komandanti, një nga komandantët tha, shko shuj atje tha, ku janë Medinë, vriti të gjithë atje tha. Edhe pastaj i ktheu, që mos na rriten ato se po fuqizohen nga pak mos I kemi bela nesër. La ilaha illallah, ai nuk e dinte që kishte të bënte me pejgamberin Muhammed alayhis salam. E pejgamberit I vjen informacioni. Vjen falet në xhami dhe vjen kushtrimin e madh. Dhe tha, informacionin e kam sakt që një ushtri që nuk I dihet numri. Ushtria e Bizantëve do vi dhe do shkatroj gjithçka dhe do vrasi çdo kënd. Ta le të ngremi. Me të madhin Zot I qofshim atij fal përpara dhe ta mbrojmë Medinën e të dalim atje mball siç I takon njeriu ndershëm që ka dinjitet. Por kishte një problem. Kush ishte problemi? Bizantët ishin perandori e madhe, nuk I mbaronte furnizimet e thesarit, kurse në Medinë sapo ngrehej çështja, sa kishte ardhur drita hyjnore dhe njerëzit ishin të varfër. Edhe na njëri që donte të luftonte s'kishte armatim. Prandaj profeti alayhis salam bën thirrjen dhe thot, kush është I pasur dhe ka mundësi, le të na sjell nga mundësia e armatimit për luftën, sepse jo të gjithë kanë mundësi. La ilaha illallah. Një njeri I madh, një shok I afërt I pejgamberit Muhammed alayhis salam, quhej Uthman ose Osman I themi ne. Ngrehet dhe I tha, profeti ishte ul në xhami në vendin ku u falte imam. Tha, më prit, lutem. Shkoj. Merr shumë, ishte I pasur shumë. Kjo tregon që për me qenë musliman s'është krahasim me qenë varfanjak, mor vlla, edhe motër nderuame. Me qenë musliman, do të me u përpjek me u bë miliarder. Në halal, me qenë musliman, do të me qenë me dinjitet. Me qenë musliman, kur ka nevojë Islami, të jap shumë, e të ndihmosh shumë, e të begatosh shumë, e të rrezatosh shumë, e të japësh paqe shumë. Osmani ishte shumë I pasur. Tregtar shumë I fuqishëm, tha, më prit pak I dërguami I Zotit dhe thonë shkon në shtëpi. Ai sa kishte mundësi me marr për pasurisë, për dinarëve dhe dirhemit, vjen aty në xhami duke I mbajt me zor dhe ja hedh profeti alayhis salam prerin e tij shumë pasuri. E pejgamberi thoi shokët e vet, I shndriti fytyra. Në kjo vepër e mirë. Tha I dërguami I Zotit, sa kam filluar, s'kam mbaru. Shkoi dhe e përsëriti për herë dytë, shkoi dhe solli për herë tretë, shumë pasuri nga ato që kishte. Tha përveç kësaj ja Rasulullah, përveç kësaj I dërguami I Zotit, I jap 950 deve dhe 500 kuaj për ushtrinë. Dhe pejgamberi alayhis salam vërtetoi atë që ne po thonim. Tha o njerëz, dëgjoni dhe mbani mend. Mbas këtij veprimi që bëri Osmani, çfarëdo që të veproi, Zoti I Madh e ka fal atë, nuk e dëmton më asgjë.